Dhuna në familje mbetet një nga plagët më të rënda të shoqërisë sonë, shpesh e fshehur pas dyerve të mbyllura apo heqjes së viktimave. Ditët e fundit opinioni është tronditur me një ngjarje tragjike ku një nën së bashku me fëmijën e saj humbën jetën pasi u hodhën nga balkoni një rast që sipas informacioneve paraprake lidhet me dhunën në familje. E kjo tragjedi rikthen edhe në vëmendje një realitet shumë të dhimbshëm të cilin ne vetë se e kalojmë dhe për fat të keq se shumë gra dhe fëmijë e përjetojnë por në heqje. Për të kuptuar më mirë pasojat e psikologjisë dhunës, shenjat paralajmëruese dhe mënyrat se si mund të vepron një viktim, sot në studio kemi edhe psikologën zonja Fatime Ziberi me të cilën do të flasim më gjerë për këtë fenomen të cilin çdo ditë e më shumë po rritet dhe është sa më shqetësues. Mirë se erdhët në emisionin ton. Do doja një temë pak më pozitive, një temë ndoshta pak më të lumtur, po ja që ndonjëherë duhet të trajtohen edhe këto tema, edhe pse askush nuk dëshiron t'i prek, po nga fakti që askush nuk i prek, ndoshta ndonjëherë edhe kemi probleme, kemi atë ngurje në vete që mos ta ngrem zërin aty ku duhet. Është një temë shumë e dhimbshme, apo jo? Vërtet dhe do kisha dashur që mos ishte kjo arsyeja e vizitës, fakt, si e the edhe vetë. Patjetër, po. Po është mirë të flitet, sepse çdo herë ne kur e flasim e trajtojmë një rast dhe themi mbas kësaj nuk kemi çka të themi, e kupton? Fiks, e vërtet. Është bë, ma? Po, u byll, e tham çka tham, i dham sugjerimet, e punum rastin, i dham ato, domethënë krejt çka duheshte dhe kemi përshtypjen se kemi bë diçka të mirë, por kur ballafaqohemi me raste të reja e shohim se sa asgjë s'kemi bërë në fakt. Se gjithçka që kemi folur, gjithçka që kemi punuar, bie në ujë, për shkak se rezultatet praktikisht ato që e shohim neve na kundërshton atë që ne tentojmë ta bëjmë. Dhe kjo është një sinjal që duhet bëjmë shumë më shumë dhe na. Duhet bëjmë shumë më shumë dhe atë që the ti se ndonjëherë flasim, nuk e flasim dhe ajo gëlltitet, merret brenda, nuk flitet, është një thënie shumë e mirë që thotë nëse nuk flitet nuk do të thënë se nuk ekziston. Ja, vërtet. Ne dëshirojmë të flasim për dhunën, pavarësisht se sa e dhimbshme është ajo, vetëm për ta mbajtur interesin dhe për ta arritur atë vetëdijshmërinë, vetëdijen kolektive, më falni. Jo. Po kur vjen këtu rastet, para këtyre rasteve jemi shumë të pafuqishëm. Edhe ai zëri që ne tentojmë ta ngrisim si duket nuk e gjen rrugën për shkak se e shohim se nuk është bërë gjithçka. Nuk është bërë diçka për të parandaluar. Ka nevojë për një vetëdijsim pak më të lartë. Kohët e fundit, jo vetëm në Shkup, edhe në Tetov, edhe në Gostivar, Kërçov, Kumanov, Anemban, Kosovë po ashtu, po dëgjojmë lajme shumë shqetësuese, si kjo e fundit e cila ndodhin, do e përmendim këtë në Shkup, pasi që është e fundit. Po, është aktuale. Ku nëna së bashku me të bijën e saj u hodhën nga balkoni, përflitet se arsyet janë dhuna në familje, ka qenë disa herë e dhunuar nga bashkëshorti, nuk i është dëgjuar asnjëherë ankesa. Si e komenton në këtë vështrim psikologjik këtë tragjedi? Sa duhet të vjen deri në majë të hundës që ti të marrësh një vendim të tillë që jo vetëm vetën, por edhe fëmijën tënd apo enxullin tënd të cilin ti ndoshta me lutje e ke sjellur në këtë jetë, ta vendosësh që këtu është fundi i jetës për të dyat. Në moment kur vdekja shihet si zgjedhja e vetëm, do të thonë se ka arritur këtu më vetë se e kulmi. Ka arritur niveli që, do themi, zgjedhja më pak e dëshiruar të jetë e preferuar, kjo flet shumë. Për veten okej, të themi, dhe ajo nuk është në rregull, po përsëri e mendon. Mundohesh të japësh një arsye tim, domethënë për veten është okej të marrësh këtë vendim, të themi. Por për fëmijën se nuk jeti ai që vendos. Do të jetë shumë, po kjo na flet në anën tjetër se sa pak ka pat besueshmëri në sistemin, në shoqërinë, në personit, se puna është okej, unë do mbaroj, po këtë ku do e la, nëse ata kanë jetuar si kanë jetuar, mbas edhe të lajmet ma ca flitet dhe ma ca tregohet rasti, kanë qenë gjithmonë, vazhdimisht kanë qenë viktima të dhunës fizike më tepër, edhe ndoshta kjo e ka shty që të bëj këtë vendim ekstrem. Për shkak se nuk është puna se e kupton për veten, do e kishe kry punën ndoshta edhe më ndryshe. Po fakti se nuk ka pasur besim në asgjë më. Dhe ka rrezikuar që të përfundoj edhe jetën e vajzës, kjo flet se ka qenë, domethënë në rast të vërtetë ndoshta edhe më shumë se që mundemi ne më shumë se sa ne dim dhe më shumë se sa flitet.
Për shkak se ka edhe një problem tjetër këtu, përderisa shoqëria e sheh dhe e trajton dhunën familjare si temë mbyllur, si diçka që i takon familjes, më vjen keq ta them, po do shikojmë dhe do dëgjojmë vazhdimisht kështu lajme të ngjashme të themi. Për shkak se duam apo s'duam shoqëria, ato stereotipet, ato paragjykimet, ato rregullat, ato të themi besimet, normat sociale të cilat ndonjëherë janë të pakuptueshme dhe duhet t'i rishikojmë edhe një herë, t'i shohim se çka duhet të mbahet dhe çka duhet të ndryshohet. Përderisa, domethënë edhe një herë po e them, tema e dhunës në familje konsiderohet si temë në mes të çiftit, temë në mes të familjes dhe hesht mos dëgjojmë kush Po nuk ka nevojë askush të di për problemet tona. Po, mos problemet, pa janë normale në çift të gjithë kanë probleme, pa janë normal në familje çka i duhet të gjithë dhe ta trajtojnë këtë punë. Apo problemi tjetër të cilën ne jemi ballafaquar shumë herë, në këtë raste e dëgjova pak më erdhi dhe ky informacion, është raportuar lajmi, po në momentin e fundit viktima e ka tërhequr. Po. Dhe kjo është një element shumë, kjo flet shumë. Pse vjen deri tek tërheqja e akuzës apo e paraqitjes në polici? Shumë shpesh ndodh që personat të cilat vjen sepse nuk ka përkraje tjetër institucionale. Ne kur në punën me gratë viktima dhe fëmijët e tyre vërem një gjë. Në aspektin psikologjik ne mundohemi të ndihmojmë atyre, t'i përforcojmë, domethënë t'u kthejmë vetbesimit, të munden që t'i shfrytëzojnë ato kapacitete, aftësitë që kanë, të vazhdojnë me jetën, po pyetja që ne gjithmonë e kemi në kohë, por edhe viktima çka pastaj? Po, e vërtetë. Çka pastaj? Për shembull, ti po i ndihmon, po ja jep një ndihmë, po i ofron ndihmë, ja jep të themi një siguri, të jetë ajo përkohësisht, derisa, po nuk janë të pavarura ekonomikisht. E kupton? Dhe derisa ata të vendosen, është një procedurë shumë e gjatë. Mandej shtija këtu edhe aspektin kultural, është një punë shumë e komplikuar. Edhe ndonjëherë na duket sikur kur nuk kemi përkrahjen institucionale, na duket sikur po dëshirojmë të ndihmojmë, po në anën tjetër është shumë problematike se ku do shkoj pastaj. Dhe pikërisht kur vjen momenti për të përfunduar rastin, domethënë edhe në aspektin legal, ngec aty ku ka filluar, për shkak se viktima ka parasysh diçka. Nuk më sigurohet mua, unë do dal nga agresori, po ku do shkoj? Nuk jam i mbarur ekonomikisht, kush do më ndihmoj mua? Nuk mundet të ekziston një institucion shtetëror flas apo edhe shtetëror social ku do jetë në bashkëpunim me institucionet ekzistojnë gjëra, po ndonjëherë është problemi se vetë institucionet ndërmes vete nuk kanë bashkëpunim. Po këtë do të them një bashkëpunim i ndërtuar. Për shembull nëse rasti paraqitet. Në polici menjëherë mirë personi dërgohet në. Po, pastaj qendra për punë dhe politikë sociale është informuar. Domethënë vetëm se ke ti një bashkëpunim, ke një mburoj. Kupton, dhe edhe nëse viktima vetë personalisht e ka drojën, ti ke një përkraje. Po. Tash më vjen mirë dhe dëgjova ishte në aspektin legal që do ketë ndryshime dhe nëse viktima e tërheq, domethënë atë padin, nëse ka baza të mjaftueshme, policia do ta ecë këtë, domethënë do ta ndjek situatën. Dhe kjo na gëzon shumë për shkak se kjo është ajo që ne kërkojmë. Se shumë herë në shumë raste, ka ecë procedura, ndihma e parë është ofruar, siguria është dhënë përkohësisht, por pastaj pas një kohë mendimi, reflektimi, por edhe ndoshta trisnie që është bërë gruas nga familjar të ndryshëm, nga vetë, të themi agresori, apo për hir të fëmijëve, apo për hir të kësaj apo asaj, diçka tjetër, gjithmonë ata janë tërhequr. Gjë që ishte raste dhe me rastin e fundit. Po. Në shumë raste, në lidhje të tilla toksike, të dhunshme, qëndrojnë shumë vite personat. Pse qëndrojnë atë gjatë, edhe pse është një lidhje e dhunshme? Pse nuk mundet dikush në rastin e parë që është një shenjë e cila është red flag, ta themi kështu një flamur i kuq tani në kohën e Gen Z-ave, pse nuk largohen, pse ka shpresa, pse gënjehen, qëndrohet vite me radhë? Shumë vonë i identifikojnë si të tilla gjana, sepse e marrin atë sikur është normale që në çdo çift të ketë diçka të tillë. E kupton? Ka mosmarrveshje, ka ndoshta edhe ndonjë grizmë ashtu fizike, diçka. Po më tepër në lidhje toksike flasim për dhunë psikologjike, kupton, për atë presionin psikologjik. Për stresin e një anshëm të themi, i nështruari dhe dominanti në lidhje. I nështruari është gjithmonë një person, kurse ai që dominon lidhjen është i njëjti person.
Dhe në fakt personi që është i nështruar nuk e kupton, përshkak se nuk thonë kot se dëshuria të verbron. Dhe miren diçka gjëra nërë relativizohen edhe përsëri do shtë aspektin kulturor, vetë ajo të themi nuk e flasë sepse është turp dhe nuk do më kuptojnë. Se po e thëmë, po ti vete kërkove, kupton. Edhe nëse të bërtit është burë, qka? E ke parasysh, janë disa fjalë shumë të vogla, ndoshta që njerëzit nuk i vënë shumë rëndësi pesh, po t'i thuhet një personi kështu në këtë mënyrë, një personi që është viktim për gjatë kohë, përjeton, domethënë një lidhje toksike dhe jeton në një ambient të themi të paqëndrueshëm, që ka tendenca për të kaluar edhe në dhunë, është e tepër dhe t'ia them besime dhe faktikisht pajtohet personi në fjalë, pajtohet me mësohet dhe e keqja është se ajo fillon edhe të fajsoj pastaj veten. E kupton? Mundoj të gjej arsye nga më të ndryshmet që ndoshta edhe unë i kisha fajet, ndoshta unë duhesh ta të hesh, ndoshta unë te prova. Ashtu pra. Për arsye që të arsyetoj atë status quo që është, për shkak se nuk mund të ndryshoj. Edhe këtu nuk flasim vetëm për ka edhe një fenomen tjetër që është lidhshmëria emocionale. Mos të harrojmë, flasim për lidhje, flasim për çifte, flasim për partnerjete që sado kudo jetojnë bashkë. Dhe mos me i llogarit të themi, ndoshta mos me i llogarit sakrificën për fëmijët. Nuk mund të ç'bëhet aq lehtë lidhje emocionale. Se ndonjëherë edhe në rastet kur i shohim se viktimat qëndrojnë mirë financiarisht, lidhja emocionale, attachmenti emocional që pa vedi është akoma i fortë, ajo bonding që i themi ne. Lidhshmëria, i mban të lidhur. Është pak e çuditshme si ajo sindromi Stockholmit. Në sado që dëshiron personit të del nga situata, është diçka nga brenda që nuk e lejon. Se është një, të themi, është e dëmshme, por është një ambienti safe zone, safe place. Po dhe komfort zona. Komfort zona, po ha, po pi. Ku është mësuar në atë stil, në atë mënyrë. Ku do të shkoj nëse largohem nga kjo? Dhe çdo gjë jashtë asaj është e panjohur për viktimën, thotë çka do ndodh me mua nëse dalëm prej këtu. Nuk di unë, tjetër mënyrë nuk di. Këtë mënyrë unë e di. Se fundja stili jetës është diçka mësuar. Ashtu e ka mësuar, po ashtu i është gdhendur koka dhe truri. Ashtu është imponuar fillimisht, pastaj ashtu është adaptuar dhe ashtu është mësuar, sepse organizmi vetvetiu në mënyrë të pavetdijshme me anë të mekanizmave mbrojtës i merr disa strategji adaptimi që t'ia lehtësoj. Përndryshe nuk ka se si të mbijetoj. Ajo është gjithmonë në atë mënyrën e mbijetesës, surviving mood që i themi ne. Gjithmonë në kohë të gjatë është në atë, prandaj edhe nuk mund t'i detektoj ato shenjat e kuqe. Për shkak se është gjithmonë në gjendje mbijetese, gjithmonë lufton për diçka, ta adaptohet në diçka, ta normalizoj diçka, ta arsjetoj diçka. Po e keqja është se përfundojnë edhe me vetë pajsim gjë që është e tepër, vërtet është e tepër. Është e tepër sepse vjen deri tek vetvrasja. Vendimet ekstreme pastaj që... Sa kohë duhet të ketë një person depresion të thellë për të pasur mendime vetvrasëse? Ka një rregull të shkruar apo nuk është? Dikujt mundet t'i vi për një herë dhe dikush ndoshta me vite? Asgjë nuk vjen për një herë. Jo, domethënë gjithçka. Se kemi dëgjuar raste shumë mirë ishte, si ishte duke ndetur veç e bëri. Po ndoshta nuk i kanë patë sinjalet e para apo shenjat e para. Ajo shumë mirë, shumë herë është një shenjë false, një shenjë e rrënjshme, një perceptim i rrënjshëm që personat e japin për shkak se e kupton, kalojnë për disa periudha të caktuara. Se edhe depresioni i thellë nuk vjen, të thash nuk vjen sot për sot, apo brëm për nesër. Për të llogaritur një depresion i thellë, edhe nga klasifikimet të ndryshme profesionale, edhe nga, të themi, në mënyrë shkencore, llogaritet, personi duhet të ketë përjetuar të paktën 3 javët e fundit, 2-3 javët e fundit, do të thonë do të ketë në atë gjendje, për shkak se shpeshherë mund t'i përzim me lëvizje humori, a kupton? Mund t'i përzim edhe me çrregullime tjera që janë shumë më të lehta. Me angst, edhe personat me angst nuk është se kanë disponim të mirë gjatë kohë. Po ne themi se nëse një person qëndron apo rrin apo përjeton të paktën 3 javë mendime iracionale, mendime të themi pesimiste, pa arsye, se kur ka arsye, do të thonë në momente zie, në momente fatkeqësie, ne kuptojmë se personi do ketë një epizod depresioni, dhe është shumë logjike, shumë e pritshme. Ndoshta aty na shqetëson fakti nëse nuk ka, e kupton se është, ashtu është procesi. Po në këtë rast kur gjërat bëhen me tepris të themi, dhe e shohim se personi nuk del nga ajo situatë, nuk ka ndryshuar,
është një gjendje apatie, nuk është interesuar. Çdo gjë ja bë, e themene e kupton, ne kemi në fjalë me ja bë rraf çdo gjë. Nuk i intereson, po, është apatik tepër, edhe gjërat interesante, edhe gjërat që i ka dashur nuk i bëjnë më përshtypje. Për shkak se organizmi ka arritur në atë nivel që nuk pranon më receptor. Për shkak se gjatë kohë ka qenë atë gjendjen e mbijetesës, tani më është bllokuar edhe fizikisht, edhe emocionalisht, edhe psikologjikisht, edhe kognitivisht. Prandaj edhe mendon ashtu si mendon, prandaj edhe ndjehet ashtu si ndjehet, edhe në fund e shohim te rezultati se themi po mirë ishte, dolëm në bisedë, nuk thash gjë. Po jo sa ata nuk kanë dëshirë ta flasin tona, se kur kanë folur nuk kanë dëgjuar. Si ka dëgjuar. Edhe e kupton, nuk dëgjosh një herë, dy herë, pastaj vetë ty nuk të jepet të flasish. Mos e llogarit vetë depresionin, mendon ndonjë rast shumë të thjeshtë në shoqëri, ose me ndonjë person, apo çfarë do rasti. Ti ke dëshirë ti tregojsh diçka, marrish një herë, dy herë, tre herë, se pala tjetër nuk ka interes, pastaj ti nuk je motivuar për të treguar përsëri se e shoh se nuk ta respekton. E vërtet. Ne edhe në një bisedë të thjeshtë nëse një herë e ke telefonin në dorë them, okay, në rregull. Ta ndalon 2-3 herë të njëjtin bisedë dhe ti ndjehesh keq. Ofendosh, nuk ka sens për problemin tim. Prandaj ata nuk e flasin. Fillimisht nëse dëshirojnë ta flasin, pastaj është një switch, është një ndryshim. Për shkak se kur flitet, kur e flasin, askush si dëgjon, nuk merren masa. Po ka dy arsye këtu, ose njerëzit nuk i kuptojnë, ose vërtet ata, edhe vetë nuk e kuptojnë seriozitetin e gjendjes që kanë. Ajtë se do kalon. Kjo është për depresionin, për njerëzit në depresion. Po, si ta identifikojmë një person i cili po kalon dhunë në familje? Ka shumë mënyra, për shkak se ne kemi vërejtur në praktik, por edhe në themi inventori, se simptomat e para që japin kur flitet për dhunë fizik është me e lehtë, se vërehen. Vërehet ajo. Po, kur flitet për dhunë psikologjike, kemi një ndryshim të stilit të jetës. Personat në fjalëve fillojnë të izolohen, nuk kanë dëshirë të jenë në kontakt me njerëzit tjerë, mund t'i shohim edhe fizikisht se ka një shikim të humbur, për shkak se nuk janë aty, nuk janë prezent. Nuk janë prezent ata, tani dhe këtu, si e themi. Po gjithmonë tentohen, mendojnë për diçka tjetër, tentojnë të ndalin nga situata, nuk preferojnë të shprehen, të flasin. Kemi edhe fizikisht i shohim se bien në peshë. Nga aspekti emocional janë shumë jo stabil, emocionalisht. Ndonjëherë mund të kenë epizode të themi shumë kështu impulsive, ndonjëherë mund të jenë shumë indiferent, për shkak se janë në disbalans emocional. Por ajo që vret më tepër është se fakti se pse nuk preferojnë ata që të jenë në shoqëri është pse për shkak se kanë filluar vetëm të ndjejnë ato efektet negative, themi janë të traumatizuar në një aspekt, për shkak se çdo gjë i frikon. Mos vallë mos të përsëritet një situatë. Ka pat raste dhe ka raste dhe njihen domethënë edhe në shkencë dhe kështu mund t'i vërejmë persona që janë shumë të friksuar apo janë gjithmonë në presionin, përjetojnë dhunë psikologjike. Edhe në biseda, edhe kur dalin kështu ata nuk janë të qetë, gjithmonë e kanë përshtypjen se po i ndjek dikush apo do i shet dikush apo do i tregoj personi dhe gjithmonë janë në shpejtësi për të arritur për t'i bërë gjërat. Do të thotë shenja tjera që mund t'i vren këtu është se personi gjithmonë është nën kontroll. Gjithmonë është nën kontroll. Për momentin që e vëren, domethënë se përdor shumë justifikime, mund të na asocioj se diçka nuk është. Nëse nuk i ka patur, për atë them, ndryshon shumë stili jetës, stili të menduarit. Mënyra qasja. Po, mënyra qasja, nëse flasim për nëse njohim një person që ka qenë shumë open-minded, themi shumë i hapur, një person me humor pozitiv dhe për një herë pas 2-3 javë ai personi fillon të bëjë ndryshim, atëherë duhet të pyesim se diçka po ndodh. Zonja Fatime, të ndalemi pak te ata më të pafajshmit tek fëmijët. Si ndikon dhuna në familje në rritjen e fëmijëve, fëmijët e cilët rriten pikërisht në një ambient me dhunë familjare? Kjo është një temë shumë komplekse dhe gjithmonë neve dhe gjithë fokusi jonë është aty. Për shkak se flitet për një fenomen që do le pasoja gjithmonë. Dhe ata persona që prej në fëmijëri kanë qenë ose të drejt për drejt të involvuar, ose kanë qenë në mënyrë indirekte të përfshirë në dhunë, të them si të rritur janë persona që kanë shumë probleme serioze me shëndetin mental.
Mos të flasim për probleme tjera, me adaptimi social që kanë probleme, themi, mos besueshmërie, nuk besojnë në asgjë. E kanë shumë problem të bëjnë të krijojnë marrëdhënie shoqërore, për shkak se i kanë të thyera çdo lloj, të themi, besimi ndaj çdo lloj lidhjes, po ajo që na shqetëson neve është aspekti psikologjik, aspekti shëndetit mental. Po. Se kemi parë dhe janë të njohura se abuzime që ndodhin në familje, kur ka aty fëmijë në mes, dhe fëmija i ka parë gjithçka, në shumë raste ata kanë përfunduar si të rritur, themi, me sjellje jo të hishme. Me probleme serioze, në shumë raste fatkeqësisht kanë përfunduar edhe në psikoza të ndryshme. Mos të flasim për ankth dhe depresion që për ata ka qenë si rutinë apo si stil jete. Por ka dhe diçka tjetër që ata përfundojnë, ndoshta edhe kur nuk ka përkraje si duhet institucionale, ata përfundojnë edhe si të themi fëmijë rrugë dhe nuk mund të edukohen pastaj. Po flasim për raste edhe kur edukohen dhe kanë edhe kushte për të vazhduar, nga aspekti emocional psikologjik janë të ngarkuar, janë të traumatizuar dhe ne gjithmonë kur e themi dhe kur sugjerojmë që të punohet me fëmijët, flasim pikërisht për shkak se e dim se çka mund të ndodhë nëse nuk punohet me ata fëmijë. Të paktën të mos i mbaj ajo ngjarje të jetën. Të jetën, po. Po sa është e rëndësishme për këta fëmijë mbështetja nga familja, nga miq, nga shoqëria, nga shkolla, nga vendi ku ata me kë rrethohen, që ata ta kalojnë sa më lehtë këtë dhunë të cilën ata e përjetojnë, ose në një fjalë ta kuptojnë ata më lehtë se situata e tyre është diçka jo normale, se nuk duhet jetuar ashtu, se nuk është ajo ardhmëria e tyre. Është shumë e rëndësishme dhe një gjë na lumturon se shoqëria jone ka sensin e humanizmit, e ka sensin e ndihmës dhe në këto raste nuk i lën keq të themi këto raste. Edhe përkundër se fëmijët mund të kundërshtojnë. Pavarësisht moshës së tyre, ata i kuptojnë gjëra. Pastaj kanë edhe lakmi ndaj çifteve tjera, ndaj familjeve tjera. Edhe kjo është pak, është vështirëson pak edhe atë procesin e të kërkuarit ndihmë, po me përkraje të shumë institucioneve, shkolla, familjar të tjerë, ka shumë raste kur ja kanë arritur të dalin, për shkak se ne kemi vërejtur se këta fëmijë themi që kanë qenë atë përfshirë në mënyrë direkte apo indirekte në dhunë, apo kanë jetuar me prind apo në familje abuzive, ka raste kur janë ndalur shumë të suksesshëm. Për shkak se kanë punuar shumë për të arritur. Edhe janë vedisuar se ai shembulli i prindërimit që ata e kanë pasur, nuk ka qenë i mirë dhe i shëndetshëm, i pranueshëm. Dhe ata e kanë bërë, domethënë, të pamundurën që të mos të jenë të ata dhe të arrin, dhe ja kanë arritur. Prandaj themi ndonjëherë se kur i flasim të dy aspektet, shumë kush e ka marrë edhe si motivim për t'ia dalë. Për të mos qenë ashtu. Për të mos qenë ashtu, se diçka jo duhet të mbajnë, e kupton. Njerëzve në përgjithësi ju duhet diçka të kenë si qëllim jete. Role model, po. Po pra, dhe nëse modeli jetës apo ajo figura mashkull, apo flasim tani për në familja, po femër, pse jo, e prindi cili do prind, po, nuk ka qenë i mirë. Ajo do të thënë bën çdo gjë të pamundur që të mos jetë ajo, për shkak se ka përjetuar në lëkurë, ka pasë si mund të duket ajo mënyrë e sjelljes apo ai stili jetës, dhe ka ndryshuar. Po ka raste kur fatkeqësisht nuk kanë arritur të kalojnë këto frustrime dhe këto raste dhe këto të themi vështirësi, dhe kanë mbetur, e kanë marrë aty modelin, po me intervenime pastaj me veprimin e institucioneve tjera, përkatëse se ja kanë dalë. Është mirë që ka bashkëpunim institucional, që unë mendoj se duhet të ketë akoma edhe më tepër. Fatkeqësisht ne si shtet i vogël nuk i kemi të gjitha mundësitë që duhet t'u japim, por në gjë që na gëzon është se fakti se këta fëmijë domethënë integrohen në procesin edukativ arsimor. Domethënë nuk lehen anë, dhe kjo është e mira. Të paktën le të përvetësohen për diçka. Se shumë prej tyre kanë talente, do të punojnë ato, do të kenë ndonjë shkatësi, ndonjë aftësi, do të punojnë diçka dhe nuk presim ne tani që të gjithë të edukohen apo të shkollohen në mënyrë të njëjtë, po të paktën të bëhen të zotët e vetes
dhe të drejtojnë pastaj jetën e tyre vetë. Po pse shumë shpesh ndodh që viktimat janë të turpëruara dhe mos ta tregojnë faktin që janë duke përjetuar një dhunë? Ekziston edhe kjo? Ekziston patjetër. Ose kanë frikë? Friga nga gjykimi, nga paragjykimi, është atë që e tham edhe më herët, ndoshta po. Çka nëse nuk më kuptojnë dhe çka si do më shohin, do me thonë, ndoshta e meritoj, po nuk jam edhe grua e mire, kupton, ka shumë raste kur kanë edhe mendime të ndryshme. Por mund të shkojnë edhe në atë ekstrem që po shumë normale, pa pse pa të gjitha mund ndoshta e kanë. E kupton. Më thonë, i generalizojnë gjërat. E vërtet, po edhe kjo tjetri. Vetëm për ta pranuar situatën, për shkak se është e vështirë. E rënd, po tash ju duhet diçka. Tash si do arsyetoja, do merr diçka logjika, po do merr diçka jo shumë të pranueshme. Ne nuk do të kishim dashur asnjëherë që ata ta fajson veten, por edhe përsëri e them, ajo shoqëria, rrethi ku jetojnë ata i bën. Mënyra e jetës. Për shkak se e kupton ti edhe kur nuk ka dhunë, ne e dim se për çdo problem kush fajsohet i pari në familje? Gruaja. Po pra, domethënë nuk ka nevojë edhe në këtë rast nuk ka nevojë edhe të fajsohet drejt për drejt, po mua më befason dhe më zgënjen fakti kur kemi raste të dhunës dhe kur gra tjera në familje nuk janë përkrahase. Po. E kupton. Ka shumë pak kur janë përkrahase. Në të kuptimi se jo, djalim nuk e ka bërë. Po, djalim se kish bërë asnjë. Jo, nuk e ka me, ose për shembull, se faktikisht e tregon patër pasqyrën e saj. Familjes, po. Po, edhe nuk e pranon, po tani çka të bëj ajo viktimë e shkret. Normal, si zgjedhje me pranueshme për të gjithë, për ta mbyllur këtë bisedë për shkak se e thash fillim, llogaritet si çështje mbyllur dhe familjare, sot po, e kërkova vetë, më thonë, vetë e provokova ose ishte ndoshta edhe unë e provova. Po, pra, ose mbase nuk mund unë ta menaxhoj këtë martesë ose këtë lidhje, atëherës faktikisht i bie se unë e meritoj këtë trajtim. Për shkak se nuk e ka, domethënë atë përkrahjen fillestare që duhet të merr. Se ka përkrahjen ose vetbesimin, se ato kjo luan edhe me vetbesimin tënd, se normal. Po e para gjë që preket e këta persona, fillimisht është aspekti psikologjik, aspekti vetbesimit. Vetbesimi, vetrespekti, e kupton, tani ti humbet diçka, nuk mund të kesh ti vetë respekt për veten, ti këlditish dhe ti pranosh shumë gjëra që nuk janë për të pranuar, dhe kjo flet shumë. Po. Cilat janë pasojat afatgjata psikologjike për viktimat e dhunës? Në ekstreme të themi janë si kjo rasti që ndodhi për të marrë vendime apo për të patë ide suicidale kur nuk ka zgjedhje tjera, por në shumë raste kemi parë se viktimat pajtohen me fatin, e kupton, si kur i dorëzohen fatit dhe nuk tentojnë më që të ndryshojnë asgjë. Ashtu do jenë, domethënë gjithmonë. Edhe po t'i shojmë në aspektin psikologjik, nuk është ato kanë diçka autentike të vetja. Domethënë ka një shkrirje të personalitetit të tyre, të identitetit të tyre. Doja të pyes. Ata ma nuk janë, për shembull, po t'i pyesi se në çfarë ke nevojë, çfarë mund të ndihmojnë. Thonë asgjë, nuk e di. Ndoshta nuk kam besim për një jetë më të mirë. Kanë humbur besimin në jetën. Kanë humbur gjithçka dhe kanë humbur veten. Kjo për atë se kur personi e kupton kur humbish veten dhe kur jaq larg nga ajo që ke qenë një herë dhe nuk e dish më se çka është ajo, kush je ti. Kupton, kanë për atë thash edhe më shkrir identitetin e tyre, shkrir personalitetin e tyre. Dhe çdo gjë që ne mund të tentojmë të bëjmë, ata gjithmonë thonë po pyetni tjerë, ato nuk e di. E ke vërejt, ka shumë raste kur thonë unë nuk e marr vesh, këtë nuk e kuptoj pyetje atjetrin për shembull. Okej, ne kuptojmë se kjo është një shenjë dyshimi, ta kupton se ata ose shenja se nuk janë të informuar në diçka, po nuk mund që gjithmonë kjo të jetë arsyeja. Po kjo është shumë tipike te viktimat. Sepse vjen në moment që ata dorëzohen dhe nuk kanë më edhe resurse, nuk kanë më edhe burime se si të mbahen. Zakonisht kur dhuna edhe shtrihet edhe në anëtarët e tjerë të familjes, tek fëmijët, në këtë rast atëherë më kemi një shkrirje totale të identitetit të tyre si grua apo si kurrë, për shkak se ajo normal do e mbaja qëndrimin mbështetës, në fakt mbrojtës ndaj familjes. Mbrojtës, po. Po pra gjithmonë edhe normal për atë prioritet do jetë siguria jo e vetja, po siguria e fëmijëve. E fëmijëve në këtë rast. Dhe gjithçka do bëjnë në drejtim që ajo të jetë, domethënë, caku i sulmeve. Ajo të preket, fëmijët jo. Fëmijët jo. Edhe
Prandaj them edhe do dorëzohet fati dhe do pranoj këtë gjë derisa ndoshta edhe lutje me shpresën në thellësisht në vete, me shpresë dikush do i ndihmoj nga dikundi, nga ndonjë skaj. Sa shpesh dalin këto personat heronjt që të shpëtojnë nga një situatë e tillë? Ka raste të mira që na motivojnë. Ka pasur disa tani, mendoj këtë vit ishte ajo përvjetori i këtyre grave në ishte rjeti ndaj dhunës, po. Aty jemi pjesë ne, me disa kolegët e tjera dhe kemi një kolege që punon shumë mirë edhe në qendrën për punë dhe politikë sociale dhe kemi pa raste kur vërtet trajnohen dhe kemi patur në të topë disa raste, themi 2-3 raste pozitive që gratë mbasi kanë dalë nga ato, themi nga ambientet e dhunshme, ja kanë dalur. Nëpërmjet personave human, nëpërmjet bizneseve private në të topë ose në ndihmave dhe institucionale, është ofruar punë për viktimat. Normal, nuk është mundur që me njëherë të sigurohet do me thënë vend banimi, po është ndihmuar do me thënë në gjetja një vendi më të sigurt. Pastaj me fëmijë është punuar me grua në aspektin psikologjik, është dhënë psikoterapi, është punuar me fëmijët, janë trajtuar edhe fëmijët, për shkak se ne e dim se në ato raste edhe fëmijët humbin shumë në shkollë, edhe kështu që kemi patur disa raste të vërtet pozitive dhe motivuese. Janë të ralla, po edhe nuk janë të ralla, duhet t'i flasim më tepër. Duhet të jenë më të zëshëm. Po, duhet të jenë më të zëshëm. Por prapë vim të ajo e para, se gjithmonë e flasim dhe themi, mirë, okej, mbyllo. Nes jemi ata që mund të flasim, nes jemi ata që mund të paragjykojmë. Se beso se projekte ka shumë. Këtë që ta them tani, faktikisht është një projekt që akoma vazhdon të bëj. Dhe mbasi jam edhe pjesë e qendrës Cortex në Tetove dhe punoj me kolegët, ata janë më shumë të involvuara këto. Mua akademia sikur më të ndonë më tepër, po e kam parë, do të thënë, atë mundin që japin dhe gjithmonë atë, do të thënë, punën që e bëjnë dhe kur tregojmë këto raste dhe kur jam vetë informuar dhe i shoh aty nga afër, besoj se nuk ka kënaqësi më të madhe. Janë të pak në numër, po mjafton që është thirr akulli. Mjafton që ka filluar nga dikun. Ka filluar tani, e din se ka një këshillimore, ka një derë ku të vinë, se nuk e di se ndonjëherë është puna se viktimat faktikisht mund të jenë persona që nuk ka njohuri për asgjë, kur them për asgjë, edhe për gjëra aspekte legale dhe për aspekte sociale, nuk e din se ka të drejtë, nuk e din se diku, kupton, i takojnë këto të drejta, kjo mbrojtjen do ta ketë siguruar. I takojnë shumë gjëra, që edhe ne profesioneve tjera, të themi në qoftë se nuk e punonim këtë punë, nuk do e dinim. Po, normal. Po në fakt, edhe kjo mosdija e shumë informatave, mospatja e shumë informative, pak edhe i turpron edhe i tërheq. Se, a ku më thonë, e thot, nuk di asgjë, nuk di nga ku t'ja filloj. Nuk di nga t'ja fillon, se është ai lartë nga bota reale. Po prap, se edhe, populli thotë edhe një fjala, edhe ato që i dita i harova, për shkak se ajo përballet me rrezikje për jetën, mos flasim për gjërat të tjera që mund t'i marrim ato informata kur të kemi nevojë. Po, ajo nuk ka kohë të mendon në atë situatë. Më thuaj, a mund të shërohet plotësisht një person i cili ka kaluar trauma të mëdha siç janë të dhunës në familje? Ka raste në qoftë se ato kapen, trajtohen edhe traumat e mëdha. Neve gjithmonë kur flasim për traumat i themi trauma me të madhe, apo rjeti traumave, për shkak se dhuna në familje gjithmonë nuk krijon vetëm një traumë, po krijon rjet të traumave. Po punohet, ndoshta merr pak më kohë të gjatë, po tani ka edhe qasje shumë të mira psikoterapike, ka edhe metoda, edhe teknika të mira që sado që të rezistoj personi, se fillimisht e reziston, normal, se nuk dëshiron të përjetoj ato disa kujtima me qëllime dhe i ka shtypur që t'i haroj send, po nëse nuk nxirren dhe nëse nuk përpunojnë e dim se ato gjithmonë do jenë aty dhe gjithmonë do japin problem. Dhe sado që të rezistoj përse i gjej mënyra për t'ja nxjerrë po në sipërfaqe dhe për të punuar me to. Ka raste, dhe zakonisht më gëzon fakti se tani për traumat flitet shumë, ka edhe shumë qasje të mira. Kërkon pak më tepër përvojë për shkak se nuk është e lehtë punohet në këto raste, flasim për trauma të mëdha, për raste që lën vërtet shenjë të madhe, edhe don pak durim.
e dim së është e dimshme edhe për personin, po edhe për profesionistët që punojnë nuk është e lehtë. Duhet të përmbajnë në shumë situata, duhet të tregojnë atë themi atë qëndrimin profesional, për kundra saj se ato që i dëgjon dhe ato që jemi njerëz fiks të ndikon tek si thot populli të vlon gjakun nga brenda, po duhet të mbash atë, për shkak se në atë moment personi tjetër ti duhet të jesh një person i fortë, një përkrahje, një mbështetje. Nëse ti biesh emocionalisht para ty, nuk e bërë asgjë. E tregon aspektin ja dëshmon se ai është aq keq sa që duhet edhe një person. Po me punë, të themi me këmbgulje punohet. Sepse edhe vetë personat e kërkojnë këtë. Nuk mund ka një moment që nuk mund më të jetohet me gjithat barë dhe me gjithat peshë. Edhe në momentet, sepse zakonisht të rastet kur bëhen më në traum, kalojnë atë pjesën e pavetdijshme. Por edhe si të tilla, personat në fjalë nuk mund më t'i mbajnë, se kanë atë presion, kanë atë shtypje këtu. Kur thonë ato, këtu më bën ajo, këtu te në shpatulla. Po, se gjithmonë kemi në fakt, këtu i kam të gjitha. Këtu ju mbaj kërë. Po, në momentin që fillon të bëhet psikosomatike, edhe trupi reagon, se më dhe trupi është, më thënë, nuk mund më, dhe ai nuk mund të bëj, nuk mund të rezistoj. Edhe vjen momenti që ata kërkojnë vetë. Është më mirë kur kërkojnë vetë. Po, normal. Po, normal. Qelin më shumë punë kur ne i detektojmë dhe tentojmë dhe, më thënë, insistojmë. Por në të dyja rastet neve na gëzon fakti se ka shumë metoda të paktën sot, ka shumë, të më thënë, punë multidisciplinare, nuk është vetëm pjesa ime, po është pjesa edhe mjekur, pjesa edhe punëtorit social, pjesa e punëtorit të themi këshilltarit jurist, apo si e kanë ato legal advisor, si janë. Është një zinxhir, është një zinxhir profesionistësh që punojnë me të vetmin qëllim. Dhe kjo na gëzon, sepse jemi detyrimisht do të ketë një ekip i mirë që bashkëpunon. Dhe duhet të ketë besim tek ai ekip. Ajo vjen përsit ajo që e thash në fillim, nëse unë punoj në aspektin psikologjik dhe e përforcoj, motivoj me një viktim të dhunës që të mos e duroj më, të ta rikthej veten, ta rikthej kontrollin, të mos lejoj të tjetrit ta shtyp andej, po edhe në anën tjetër i them, okej, këtu prej meje deri këtu e ke, pastaj ma shumë nuk mundem, nuk mund të të siguroj më kushtet tjera, nuk mund të të siguroj atëherë nuk kam bërë asgjë, prandaj edhe ky zinxhir, ky ekip tjetër më duhet mbas vetes për të qenë gjithmonë, të më thënë, kontakt. Çfarë ndodh me dhunuesin? Ndonjëherë dhunuesi është marrë në pyetje, a merret? Çfarë janë arsyetimet e tij? Pse lind ajo dëshira, ai mlef i madh tek një dhunues për të dhunuar dikë? Ndoshta janë probleme nga fëmijëria, ndoshta janë të shumta në rasteve është vërtetë se këta persona kanë mbartin diçka nga fëmijëria, ose edhe ata kanë qenë vetë, më thënë, viktima të dhunës, janë rritur në ambiente të themi jo të shëndetshme, janë rritur por edhe stili i prindërimit ka shumë të bëj, me stilet të prindërimit të themi autoritativ dhe diktatorial, që nuk kanë pasur mundësi të shprehen, sepse në fund të fundit dhuna është sjellje mësuar. Nëse ai është mësuar që gjithmonë të dëgjoj se gruaja disiplinohet me të keq, edhe fëmijë nuk guxon ti të përgdhelish për shkak se atëherë ai do të llastiset. Si mendon ai? Dikun e ka dëgjuar. Në pozicionin e burrit dhe të prindit, ai këtë sjellje do e bëj, sepse është mësuar, e ka mësuar, e ka marrë, nuk e ka përpunuar fare, vetëm e ka marrë si të tillë. Po ka edhe raste kur ndonjëherë edhe nuk ka arsye, të themi, kur mundojmë të shohim në anamneza, po në rastin e personin në dhunuesi, nuk ka arsye. Flitet për persona që zakonisht nëse shkojnë pak më thellë, na dalin edhe raste traumatike nga fëmijëria e tyre, jo vetëm në familje, ka raste kur ata kanë qenë viktima të bullizmit, se bullizmi ka ekzistuar shumë herë, vetëm ne të themi sot kemi arritur ta identifikojmë, të japim emër. Fiks, ka ekzistuar edhe në kohën tonë ku na kanë përqeshtur. Po, fëmijët e lënë bazdore, në shkollë kanë qenë të përjashtuar, mendoj kështu, të qeshur, të përqeshur, edhe normal, ai ka gëlltitur gjithë dhe vjen momenti që
detyrimisht ta shpreh dikundi atë mlefin që e ka dhe i natë themi që nga ma herët ato frustrimet e brendshme, ato konfliktet e brendshme që nuk ka mund t'i zgjedh gjatë kohë dhe e ke parasysh kur akumulohen dhe nuk gjendet një mënyrë e shëndetshme e amortizimit të tyre apo kanalizimit, do vi një moment dhe një sjellje shumë e dëshme, më e keqe për të dalë ato, për të manifestuar. Ose për ndryshe ata do përfundojnë edhe më keq, për shembull kemi edhe në raste kur dhuna vjen si pasojë e përdorimit të mjeteve të ndryshme. Kur nuk kanë, kur ju harxhohet, kur nuk kanë dhe pastaj fillon në dhunë. Ose ata që më veç kanë krijuar varshmëri. Varshmëri, po, kur i fillon varshmëria, kam dëgjuar edhe përsëri, po, nëse analizojmë, përsëri shohim se dhe shkaku i atyre që ai ka ardhur në varshmëri, përsëri është diçka që nuk është punuar. Po. Përsëri është diçka që ka mbetur te personi. Varur nga një lëndë narkotike, normalisht që duhet të kesh sepse aty gjithmonë e themi edhe për të varshmërit, njeriu gjithmonë kërkon diçka. Diçka fiks. Ose kërkon mënyrën për të shprehur nëse nuk është dhënë, ose kërkon themi atë e thoya attention, vëmendjen, e kërkon dashurinë, ngrohtësinë familjare, e kërkon atë rrethin shoqëror të mirë. Nuk donë më të ndjej atë ndjesinë e inferioritetit, të shiron ai e ka provuar një herë me ndonjë lëndë. Po. Edhe ja ka dhënë diçka dhe tani gjithmonë është në kërkim. E kërkon të njëjtën, ata të ndjesinë. Unë them ata dëshirojnë të dalin të ikin nga e vërteta. Po pra, se realiteti nuk i kënaq. Kështu që kur e krijojnë atë realitetin e tyre, realitet në thojza, ati janë më të lumtur dhe më të lirë. Dhe në moment që vedisohen dhe kuptojnë se si shkon gjëra, atëherë frustrimin, mlefin e tregojnë tek personat më të pafajshëm. Kushdo që ti jetë, gruaja, prindi, fëmia apo shoqëria dikush tjetër. Si është shoqëria tani? Një periudhë ka qenë shumë e heshtur, një periudhë nuk kemi guxuar as ta përmendim fjalën psikolog ose nevojën për të biseduar me një psikolog dhe të trajtohemi sepse është menduar se jemi të sëmur. Dua të jam shumë realiste. Po e kuptoj, miti i njohur. Është pak kjo si po lebre se shkosh fol me psikolog. E kupton tani si qëndron situata me shoqërinë tonë, se sa jemi vetëdijsuar, sa rrim të heshtur ndaj fenomeneve që ndoshta neve nuk na tangojnë, po e shohim që shoqëria na tangon. Sa e ngrim zërin edhe për tjerët. Mendoj se kemi një rritje të vetëdijes kolektive, për shkak ne shohim këtë në reagime dhe në shërbime që ata i kërkojnë dhe se si qasjen që ata kanë ndaj nesh si profesionist dhe neve si marrim pastaj qasjen ndaj tyre. Këtë drejt më herët ka qenë shumë problem për shkak se ajo konfuziteti në mes të psikologut dhe psikiatrit ishte shumë i madh dhe gjithmonë thonin jo mor se nuk kam problem ose nuk kam nevojë. Por ne faktikisht gjithmonë edhe me humor e themi, shiko, ne kemi nevojë për dy, ti llogaritë tash edhe ti, edhe për një mund të kesh nevojë, kur unë kam nevojë për dy, e ke parasysh. Pak edhe me sportivitet, kështu me të kuptojnë njeriu, pak të ulesh në atë nivel që të të kuptojnë, po të pranojnë. Mandej edhe ndoshta edhe një pikë një dosë të fajti kemi pasur edhe ne si profesionistë, sepse ti nuk mund të presësh gjithmonë tjerët të drejtohen, të qasen. Po si Po bu pak e kupton se ka patur raste kur jemi ndar pak nga, e kupton, jemi parë disi më ndryshe ne vetë, kemi parë veten disi më ndryshe. Dhe na ka kushtuar këtë themi për shkak se njerëzit nuk na kanë kuptuar në fakt kush jemi dhe çka bëjmë. Kemi qenë pak si të izoluar. Në shkollë ka qenë problemi roli kujt ti duhet të jetë më i rëndësishëm, i pedagogut apo psikologut. Në shëndetësi ishte problemi tani psikiatri apo psikologut. E kupton dhe gjithmonë kemi qenë në këtë udhkryq, që edhe u duhet kohë që të marrim pak kurajo, edhe për t'i vendosur disa gjëra në vend. Po kanë ndodhur disa gjëra vërtet, të themi fatkeqësisht disa gjëra që kanë bërë që shoqëria të ndryshojë qasjen. Disa tragjedit, themi, kolektive, disa raste që njerëzit na ka kuptuar më mirë. Për shembull, në pandemi, ajo ka qenë në rast që neve nuk kishmi nevojë më të flasim se kush jemi. E kupton? E kuptuam të gjithë. Nëse para pandemisë neve na duheshte kohë që ndoshta edhe ta njoftojmë veten se kush jemi dhe të tregojmë se çfarë është profesioni im, tani duhet të kujdeset t'ja sqaroj pak më ndryshe, pak më thellë.
dikujt pak më thjesht, varësisht njeriu që të pje që të kuptoj mbas pandemisë, nuk kisha nevojë më të tregoj askujt se çfarë është në fakt, je psikolog apo terapist apo këshillues. Për shkak se gjithë e kishin të qartë. Dhe gjithë kishin nevojë. Dhe gjithë, po pra, kërkesa, situata ishte e tillë. Mos të harrojmë edhe konfliktet, luftat që janë bërë zakonisht apo këto raste të më thënë në fatkeqësitë natyrore, se gjithmonë shërbimet e para që jepen apo që sugjerimet e para gjithmonë që ju lutem kërkoni ndihmë profesionale nga profesionistët e shëndetit mental dhe ti kur e përsërit këtë fjalë, vetëm e hap terrenin për njerëzit që të njohin. Po. Dua një pyetje, çfarë mund të bën shoqëria, si mund të ndërgjegjësohet edhe më shumë në tragjedi të mëdha, në tragjedi të tilla që na kanë kapluar fatkeqësisht kohëve të fundit, ose në përgjithësi edhe nëse nuk më ndodh mua diçka, si të ndërgjegjësohem më shumë për të tjerët, për të qenë aty edhe për të ngritur zërin edhe për të tjerët, jo vetëm për veten time. Po, këtu flasim për empati, besoj se empatia, njerëzit janë bërë empat nga fakti se e kam parë se në raste fatkeqësisë apo dhimbjes, gjithë jemi një. Po e kthej prapë pandemin, domethënë edhe ajo ndihmoi shumë se pam natër se pavarësisht se unë çfarë presioni ti, çfarë presioni, çfarë pozita sociale, ekonomike, nuk pyeti asgjë, domethënë gjithë u bëm një. Dhimbja ishte e njëjtë, problemi ishte i njëjtë. Të gjithë kaluam të njëjtën gjë. Po pra, dhe gjithë tentonim që të gjejmë një zgjedhje, nga më të ndryshme, domethënë tentonim bënim atë gjithkush në mënyrën e vet. Dhe besoj se ngjarjet e mëdha, domethënë tragjeditë e mëdha kanë ndikuar që njerëzit të zhvillojnë akoma më tepër atë empatinë. Të ndjej, mua nuk është detyrimisht patjetër të më ndodh diçka që unë të ndjej se si ndjehesh ti në atë situatë. A kupton? Po, më së vërtet. Dhe njerëzit, nga se edhe këtu faktori social, kulturor dhe fetar ka ndikuar shumë. Se në këto raste njerëzit bashkohen bashkë. Kupton? Edhe në rastet për të mirë të themi edhe në raste të tragjedive njerëzit bashkohen dhe kjo simbolikisht flet shumë për shkak se ti e ke parasysh në rast të vdekje, kupton familjarisht apo për gjithë personat do vinë aty me familjarët, do i shprehin ato ngushëllime, do i shoqërojnë atë kuptim që ata mos janë vetë. Domethënë kjo është diçka që ka qenë me kohë edhe sot e kësaj ditë është. Domethënë kjo është një shenjë se njerëzit kanë empati, kanë ndjeshmëri ndaj dhimbjes së tjetrit. Edhe normale dhe në raste të themi tragjedish apo në raste të ngjarjeve jo të këndshme, vjen akoma më shumë në shprehje. Ka raste tani të izoluara, po çfarë të bëhet kur kemi parë raste kur dy persona janë në një dhunë dhe i treti thotë nuk dua të përzihem sepse ajo është mes tyre. A duhet të përzihemi? Më kupton? Është pak interesante kjo punë sepse si themi është pak një si një shpatë me dy teja, se në rasti kur janë përzije kanë pësu. Personi i tretë? Personi i tretë e ka pësu. Tani, e kupton, këto është pak problem, duhet të shohësh edhe nëse personi që ofron ndihmë apo personi që do të reagoj është më javë se ata dy, atëherë mund të reagoj. Po ti nuk, për shembull, nëse personi që reagon për ta ndalë atë punë është më i dobët se ata të dy, atëherë nuk do mund të bëj asgjë ndihmë, po në fakt duhet dëmtoj edhe veten. Prandaj këtu mendoj se duhet të shohim pak më ndryshe. Po mban ajo fjalë që ti thua, kur për shembull në shkollë bashkë meshatarët, e kupton, njëri bullizoi, tjerët shikojnë. Ndoshta nuk e kuptojnë edhe seriozitetin e. Po gjithçka fillon nga familja, mendimi im, sepse edhe në filmat kur e shohim kur një person kalon të trauma, how was your childhood, si ishte fëmijëria yte, të gjithë pyesin atë gjë. Ajo është pyetja e parë, më duket që është pas. Po edhe në spital ti ku shkonte mjeku, anamneza. Anamneza nga familja të merret, po. Po, në psikologjinë klinike kemi lobin, ashtu e themi atë intervistën klinike. Në mjekësi është anamneza, në shkollë duhet të jetë intervista e përgjithshme që pyesin. Po pavarësisht asaj, unë mendoj se nuk e di, kur flitet për fëmijët dhe këto adoleshentët, unë mendoj se ata nuk e kuptojnë në realisht edhe rrezikun real. E marrin shumë për fani, zbavitje, ju vjen interesant, janë kureshtar, e vona këtë në lojë, vora atë në lojë, bëra këtë, bëra atë. Këto ata akoma eksplorojnë me veten. Po kur flasim për fenomene shoqërore, kur edhe njerëzit janë indiferent, atëherë është diçka tjetër. Pa jo indiferenca flet për ata se më thënë jam si persona ndoshta që
reagimin, sepse kur jemi në stres dhe në angst, një të gjithë reagon njëtë, që na dikush do e kemi atë dhe më thonë ikja, djegja edhe shadom, apo humbja vetdijes. Po, dhe ti ke person që ri aty, po në fakt nuk është aty. E tani këto janë edhe reagime individuale që nuk mund të themi se janë kolektive, sepse përvoja ka treguar se njerëzit në këto raste, më thonë të tragedive apo të ngjarjeve të ndryshme, din të tregojnë empati dhe din të japin për kraje. Din të jemi njerëz. Një mesazh për të gjitha ata gratë, fëmijë apo familjarë të cilët po kalojnë një tragjedi, një dhunë të madhe, po nuk e kanë guximin ta tregojnë ato apo të kërkojnë ndihmë, nuk e kanë guximin. Po unë thjesht duke isha thënë ta flasin atë, për shkak se të gjithë kemi dhimbje, të gjithë kemi situata, probleme që sado që të duken të pasgjidhura, në moment që ne e gjejmë një person dhe fillojmë ta trajtojmë, besoj se gjithçka është kryer. Kështu që mos heshtim. Mos heshtim se dhimbja dhe këto rastet nuk kanë gjyrë, nuk kanë moshë. Mund të jemi mund të kemi shumë gjëra të përbashkëta se sa ato që i kemi fizikisht të ndryshme. Do të që i kemi imagjinuar. Kështu që vetëm të jemi të zëshëm dhe të kërkojmë ndihmë. Të flitet se neve e kupton edhe në rasti kur duam të ndihmojmë, nëse nuk kemi diçka, ndonjë shenjë të dhënë, nuk mundem edhe të reagojmë, nuk si them ato ku mund ta di unë ti se unë si e duke çka po mendon, e ke parasysh. Mos të heshtim, për shkak se populli thot një fjalë, nëse han ti fjalën, pastaj fjala do të han ty. Kuptimi nëse nuk e thuash atë, nëse nuk e komunikon atë që e ndjen dhe atë që vërtet i ke nevojë, mos mendo se ajo do zhduket, ajo do të rri aty brenda dhe gjithmonë do jetë aty derisa ti ta thuash. Po tani më mirë thuaje kështu në mënyrë verbale se sa të vi në situata të del në forma tjera. Faleminderit shumë zonja Fatime, shpresoj që asnjëherë në jetë mos ju marrim për një temë të tillë, po besoj që intervista e radhës jetë shumë më e lumtur, më pozitive, diçka që na gëzon e jo që na bën të ndjehemi të zymë të gjithë neve. Uroj edhe unë sinqerisht, uroj që të kemi tema më relaksuese për të biseduar, por çka të bëjmë në këto raste si kjo do... Nuk mundemi të ikim edhe realitetit. Do ishte gabim në qoftë se nuk i flisnim. Nuk do e